Në Kodër Shëngjesh, pranë kishës me të njëjtin emër, tashmë ngrihet një kryq 10 metra i lartë, që sërën të bëhet simbol i kujtesës, besimit dhe shpresës. Përërimit u bën në njësinë administrative Shosh në bashkinë Shkodër. Kryqi metalik është vendosur mbi një bazament i pajisur me ndriçim, duke bërë dukshëm edhe gjatë natës. I pranishëm në ceremoni ishte edhe arkipeshi i Shkodër Pult, Imzo Giovanni Peragjine. Po bekojmë një kryq. Provojmë të mendojmë pak çfarë do të thotë kryqi për ne të krishterë. Çfarë është kryqi? Sigurisht një krishter ndallohet pikrisht nga shenja e kryqit. Çdo të krishter është shënuar nga kryqi. Por ne do të mendojmë që kryqi është një vegël vuajtje. Kryqi është vegël me të cilin Jezusi ka qenë dënuar. Atëherë kryqi është shenjë dënimi, shenjë vuajtje. Por Jezusi ka pranuar këtë kryqe, ka mbajtur këtë kryqe pikrisht në një rrugë që ka sjell deri ringjalljes. Atëherë për ne të krishterë kryqi nuk ngel e nuk është një shenjë dënimi, por është përkundrazi shenjë shpëtimi. Pikrisht nëpërmjet kryqit Jezusi na ka shpëtuar, na ka sjell, na ka dhuruar jetën e re nëpërmjet ringjalljes së tij. Por ne e vendosim e bekojmë një kryq në këtë vend, edhe për të kujtuar gjitha vuajtje që këtë popull, këtë vend e ka pasur, e ka mbajtur, e ka përjetuar. Por ne jemi këtu të gjithë për të kremtuar, për të përjetuar këtë moment. Ne jemi, mund të themi, ata që kanë përfituar nga vuajtjen e atyre që kanë jetuar vuajtjet, që kanë përjetuar persekutimet. Atëherë kryqi që bekojmë sot të tregon që vdekja nuk ka fjalë e fundit, që vuajtje nuk është kot, çdo vuajtje për ne të krishterë ka një shpërblim, ka një kuptim. Nëpërmjet vuajtjes ne mund të arrijmë edhe në ringjalljen, do të thënë në gëzim. E ky është momenti në gëzimit që po përjetojmë sot, duke përkujtuar persekutimet të vuajtjet që të tjerët kanë përjetuar. Pozicioni i panoramik e bën të dukshëm nga qafthorja, Gjimaj, Nicaj, Vuksane, Breglumi dhe zonet e tjera përreth, por për te simbolikës ky vend tregon të historinë e një fshati që po shuhet, dhe kur këtu jetonin rreth 130 banor në 7000 shtëpi, sot fshati është thuajsi braktisur dhe vetëm në periudhë të caktuar të vitit rikthehen banorë sezonal. Shpresa është që së bashku me restaurimin e kishës, Kodër Shëngjergjit është ndërrotur një vend pelegrinazhi, duke i dhënë jetë një territor që rrezikon të mbetet vetëm një kujtim.